familje profesorit Shukri Rahimi, nderuar Andi Sedia, përfaqësues nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Maqedoni, të nderuar përfaqësues nga mediat, i nderuar profesor dhe mik i ngushtë i profesorit Shukri Rahimi, zotëri Nebi Dervishi, të nderuar kolegë të institutit. Jemi mbledhur sot në këtë akademi i kushtuar veprës dhe jetës së profesorit Shukri Rahimi në një datë simbolike, në 100 vjetorin e lindjes së tij, për të kontribuar ndaj respektit të veprës së tij në përgjithësi, ndaj punës së tij si historian dhe ndaj përkushtimit me vite ndaj shkencës së historisë. Në këtë ditë të sotme, pa dashur të marr kohën e profesorit të nderuar i cili ka përgatitur një ekspoze në lidhje me jetën dhe veprimtarinë e profesorit Shukri Rahimi, unë do të ndalem vetëm në disa pika që mendoj se janë me rëndësi gjatë punës së institutit tonë. Përndryshe, në 5 vjetorin e themelimit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Këshilli i institutit vendosi që t'i ndajë profesorit çmimin për veprimtari jetësore në vitin 2013. Në këtë rast, dua të theksoj që Biblioteka e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve kishte pak kohë që ishte themeluar me vendim të Këshillit të institutit, në ndërkohë që ai bëri një vizitë në institut ku u emocionua te mase kur pa që brenda institutit kishte filluar të funksionojë një bibliotekë. Me këtë rast biseduam për çështjet e veprimtarisë së tij, për çështjen e angazhimit të karrierës historian dhe në mes tjera ai tha që kur është hapur Universiteti i Prishtinës dhe kur është hapur Katedra e Historisë, kolegët e tij, miqtë e tij nga Prishtina kishin ftuar që të kaloj atje me punë dhe të jetoj atje njëkohësisht. Në ndërkohë tha që sa kishte filluar me punë Katedra e përzier e historisë dhe gjeografisë pranë Fakultetit Pedagogjik në Shkup, dhe ai ishte ankuar, kishte thënë, po si të lënë ato studentët në Shkup tani që mezi u hap ajo katedër. Dhe kështu që kishin arritur një ujdi që profesori të shkonte të mbante ligjërata atje, ndërkaq të vazhdonte të ishte angazhuar në Fakultetin Pedagogjik. Profesori Shukri Rahimi ishte ndër themeluesit e shoqatës së historianëve shqiptar në Maqedoni, një ndër shoqatat më të hershme të regjistruara gjatë viteve të tranzicionit politik. Profesori ishte i hapur në veprimtarinë e tij, në një kohë mjaft delikate ai arriti të shkruajë vepra të cilët zhvendosën kufijtë e historiografisë shqiptare. Vepra e tij monumentale Vilajeti i Kosovës do të bëhet shenjë identifikimi i veprimtarisë së profesorit dhe ai do të njihet madje edhe jashtë kufive të Jugosllavisë së atërshme. Përndryshe, ai zhvilloi pa droje një polemik mjaft dinjitoze me historianin serb Bogumil Hrabak, e cila polemik edhe sot e kësaj dite të le pa fjalë kur e lexon guximin e tij në një kohë mjaft të ndërlikuar dhe delikate. Në këtë rast, dua të falenderoj familjen e profesorit Shukri Rahimi, e cila ka vendosur që bibliotekën e tij personale, që adhuroi Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve këtu në Shkup, me që rast ne do të hapim një fond të veçantë, fondin Shukri Rahimi pranë kësaj biblioteke. Faleminderit. E kam shumë të vështirë në këtë moment të përshkruaj emocionet e familjes, posaçërisht të zotëri Ilirit, për ndarjen nga kjo bibliotekë, se është, siç e tha ai vetë, është simbolika e profesorit, librat e tij, këto ishin veglat e punës me të cilët vite me radhë krijoi në studion e tij në shtëpi, e gjetiu ku punoi, dhe ne shpresojmë që kjo bibliotekë do ta vazhdojë jetën nga familja e Shukri Rahimit në familjen tonë të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve. Gjithashtu, për të nderuar krijimtarinë e tij shkencore, Këshilli i Institutit ka marrë vendim që të ribotoj në këtë vit jubilar të 100 vjetorit të lindjes, të ribotoj veprën monumentale Vilajeti i Kosovës, për ka gjithashtu i falenderojmë familjes që u pajtua që të bëhet ky botim.
të gjithë sa jeni prezent këtu. Ndihem I nderuar që më shklen të mbaj referatin, kushtuar profesorit tem idol që e kishim në Prishtinë, dhe e kam titulluar Portreti I një dietari. Raca e dietarëve ku hyn padyshim më të vogël edhe personaliteti I profesor Shukri Rahimit, është një racë durimtarësh dhe të plotfuqishëm. Dietarët janë gati si të padukshëm, pikërisht se janë më të dukshëm nga të gjithë. Dietarët nuk përmenden, sepse ato jo vetëm janë kujtesë, por janë edhe vetë substanca e kujtesës. Dietarët nuk përfillen, por në thelb ato janë autoritetet e vërteta të kombit. Profesor Shukri Rahimi lindi më 1 maj të vitit 1925 në fshatin në Salc të Bujanovcit në Kosovën lindore. Mësimet e para I ndoqi në vendlindje. Shkollën e mesme e kreu në Shkup edhe Pej, kurse shkollën e lartë në qytetin e Nishit, në drejtimin histori, gjeografi. Gjatë studimeve njëkohësisht, në fillim punoi si mësues në një shkollë fillore, e më pas do të shërbej si inspektor në komunën e Bujanovcit. Në vitin 1957, u shpërngul në Shkup, ku krahas punës së rregullt të pedagogut në shkollën normale Liria më vonë Zef Lushmarku, vazhdoi studimet me korrespondencë në Fakultetin Filozofik pranë Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, në Departamentin e Historisë, ku u diplomua në vitin 1962. Në vitin 1965, profesor Shukri Rahimi u zgjodh ligjërues I lëndës së historisë në Akademinë Pedagogjike në Shkup, ku punoi një kohë të gjatë, duke dhënë kontribut të rëndësishëm në ngritjen e brezave të rinj të arsimtarëve nga trevat e Maqedonisë, Kosovës dhe Luginës së Preshevës. Krahas punës së pedagogut, profesor Shukriu prej kohësh shfaqi interesim për studimin dhe thellimin e njohurive mbi të kaluarën e popullit tonë. Kështu që nga fillimi I viteve 60 të shekullit kaluar, ja filloi punës shkencore kërkimore në Arkhivin e Maqedonisë e më pas në institucionet arkivale të Serbisë, në Austri, në Vjenë, në Sarajevo, si dhe në Tiranë, duke pasur gjithnjë si objektiv kryesor hulumtimin dhe studimin e epokës së rilindjes kombëtare shqiptare. Si rrjedhoje punës së gjatë hulumtuese kërkimore shkencore në arkivat e lartë përmendura dhe konsultimin e literaturës relevante, profesor Shukri Rahimi, që nga viti 1962 filloi t'i dilnin punimet në gjuhën shqipe këtu në Maqedoninë dhe në Kosovë, si në revistat Jehona, Përparimi, Gjurmime albanologjike, Vjetari I arkivit, Flaka e vllazërimit e tjerë. Po ashtu, ai publikoi punime edhe në revistat që dilnin në gjuhën maqedone, si Glasniku I Institutit të Historisë Nacionale, Historia, po ashtu një revistë në gjuhën maqedone e tjerë këtu në Shkup, si dhe në gjuhën serbokrate në revistën Jiq, pastaj Nastava Povijesti e të tjera. Krahas punimeve të publikuara në faqet e revistat të përmendura, si rrjedhoje punës kërkimore shkencore disa vjeçare, në vitin 1969 botoi monografin e parë me titull Vilajeti I Kosovës. S'ka dyshim se kjo vepër është përpjekja e parë ndër ne për të trajtuar gjithanshëm vilajetin e Kosovës prej themelimit e deri në kalimin e tij, pra nga pushtuesi Osman nën pushtetin serbo-malazes pas luftës së parë ballkanike. Kujtojmë këtu se autorim në këtë monografi, duke u mbështetur kryesisht në burimet të proveniencës serbe, ja doli për herë të parë të hedhë dritë në shumë çështje të trajtuara. Vlen të theksohet se kjo vepër u mirëprit nga studiuesit
tanë nga intelektualet dhe përgjithsisht nga masa e gjerë e lexuesve në të gjitha viset të banuara me shqiptar në ish Jugosllavi dhe në diasporë. Suksesi që i solli vepra e parë vilajeti i Kosovës, mbase i dha nxitje autorit për të vazhduar edhe më me ngulm punën e më të tjeshme kërkimore shkencore për të studiuar epokën e rilindjes kombëtare. Si rrjedhoi e kësaj pune të palodhshme në vitin 1971, botoi monografinë e dytë, Rilindja dhe emancipimi kombëtar, e cila vepër paraqet një sintezë të arritjeve të deri atëhershme. Profesor Shukriu, në sajt të veprave dhe punimeve të shumta të botuara, ju mundësua të mbronte temën e dizertacionit pa ju nështruar procedurës së magjistraturës, siç ishte rregull me kandidatët të tjerë, ku një kontribut të veçantë do të jep akademik Alihadri. Kështu, në vitin 1972, mbrojti me sukses tezën e tij të dizertacionit para Komisionit të Fakultetit Filozofik në Prishtinë, me titull Lufta e shqiptarëve për autonomi 1897-1912. Unë për fat pata fatin, në fakt, të jem në mbrojtje në vitin 1972, natyrisht në cilësinë si student i vitit të parë. Kjo kryevepër e profesor Shukri Raimit e mbështetur në burime arkivore dhe literaturën relevante, s'ka dyshim se paraqet një kontribut me vlerë për historiografinë shqiptare në periudhën e rilindjes kombëtare. Nga viti 1971, profesor Shukriu do të jetë profesor i rregullt në katedrën e historisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Kosovës, ku edhe unë, hartuesi i këtij portreti, pra kisha fatin që të jem, pra ta kem pedagog dhe ligjërues profesorin. Është i madh numri i nxënësve të tij në Normalen e Liria në Shkup, të studentëve në Akademinë e Lartë Pedagogjike në Shkup dhe të atyre në Universitetin e Kosovës, pra në Prishtinë, që nuk do të harrojnë kur profesorin e historisë për epokën e rilindjes kombëtare shqiptare. Leksionet që i trajtonte profesor Shukriu shndroheshin në dieni të përhershme. Në revistat Jehona dhe Përparimi, shpeshherë u sugjeronte, pra u rekomandonte maturantëve dhe studentëve të botonin punimet e diplomës, sepse aty në redaksi ishte edhe profesor Shukri Raimi. Disa prej autorëve të këtyre punimeve sot janë studiues të shquar të historisë, të letërsisë, të pedagogjisë e të tjerë. Ai do të luaj rol të madh si profesor e ligjërues së bashku me profesorët kolegët të tjerë, pra akademik Alihadri, Masar Kodra e kështu me radhë. Është me të vërtet numri i madh i magjistrantëve, i doktorantëve, i hulumtuesve në institutet tona shkencore që si historian janë ndërtuar edhe në kujdesin e profesor Shukri Raimit. Duke ja dhënë historisë dinjitetin e dijes, ai së bashku me kolegët e tjerë të katedrës së historisë në Prishtinë janë kujdesur që të krijojnë kuadro të cilat atë dieni do ta përforcojnë me studime të temave dhe çështjeve të ndryshme historike, duke parë prej këndësh të ndryshëm studimor. Profesor Shukri Raimi dha një kontribut të jashtëzakonshëm në përfilimin e teksteve mësimore në shkollat e Kosovës, në lëndën e historisë, si dhe ndihmës të madhe në cilësinë e redaktorit dhe kryeredaktorit në revistat Jehona, në kërkime historike e sidomos në revistën Gjurmime albanologjike, organi i Institutit Albanologjik në Prishtinë. Janë disa punime, janë me qindra punime, por nuk do të ndalem aty, mos u lodh me ato, por do të vazhdoj. Profesor Shukri Raimi në revistën Studime Albanologjike ka botuar shumë recensione, sidomos duhet teksuar kontributin e tij në polemikat shkencore me historianë të huaj për të vënë në mbrojtje të historiografisë shqiptare.
Në këtë kuadër, në veçanti vlen të përmendet përgjigja që ja bën së bashku me profesor Zakaria Canën për qëndrimet e profesor Bogomil Hrabrakut e Dušan Batakovićit në librin Albanci, pra shqiptarët, të botuar në gjuhën slovene në vitin 1986 nga Instituti i Historisë Serbe. Përgjigja e mbështetur në argumente të qëndrueshme shkencore, kundër tezave të paqëndrueshme të autorëve të përmendur dhe përgjithsisht të historiografisë serbe, prapës së cilës qëndronte e tër Akademia Shkencore e Serbisë, pra e Francuska 7 në Beograd. Për rrethanat e atërjeshme ishte një akt i guximshëm, jo i vogël intelektual, për t'ia bërë sfidën në fakt politikës zyrtare serbe. Kjo merr pesh edhe për faktin se asnjëri nga autorët e apostrofuar në librin Albanci nuk e pati guximin të përgjigjej shpifjeve dhe trillimeve djallëzore të Bogomil Hrabrakut me shok, të cilët ishin vënë në këmbë krye në lojën e politikës serbomave. Edhe në këtë punim polemizues, Instituti Albanologjik në Prishtinë e botoi në revistën Gjurmime Albanologjike seria e shkencave historike nr. 15/1985. Më shumë se 6 dekada si mësues, pedagog e profesor, pra ligjërues universitar, profesor Shukriu do të angazhohet dhe do t'i përkushtohet me tërqenien e tij punës kërkimore shkencore për të studiuar epokën e rilindjes kombëtare shqiptare. Po të ndiqej me kujdes veprimtaria krijuese në këtë sferë, mund të vërehet se ai gjatë tërë kësaj pune ja doli të arrijë rezultate gjithnjë të mira dhe t'i thelloi e ndriçoi njohuritë në kërkimin e së vërtetës historike. Kontributi dhe vendi i tij në historiografinë shqiptare është i një rëndësie jo të vogël, për çka flasin hapur veprat monografike, si dhe qindra punime të botuara në revista, gazeta, të cilat do të lënë gjurmë në historiografinë tonë. Nga ajo që u tha më lartë, mund të thuhet se ai është ndër pionerët e historiografisë shqiptare në trevat lindore dhe verlindore, duke dhënë njëherë kontributin e tij të çmueshëm edhe në ndriçimin e aspekteve të ndryshme të epokës së rilindjes kombëtare nga vitet 30 të shekullit të 19 e deri në shpalljen e pavarësisë dhe ngritjen e flamurit në Vlorë më 28 nëntor 1912. Portreti i dietarit do të jetë i mangët nëse nuk theksojmë se profesor Shukri Rahimi në vitet 90 të shekullit 20 për ca vite do të zgjidhej deputet në legjislacionin e parë të parlamentit të Maqedonisë nga Partia për Prosperitet Demokratik, kolegi profesorit Ismetit nga Partia e Prosperitetit Demokratik. Të dhënat e mësipërme janë ngurë kilometrazhi të rrugtimit jetësor të historianit dhe studiosit Shukri Rahimi. Libra dhe punimet shkencore janë të botuara, pra të hapura për syrin e lexuesit dhe janë të tjerët ato që i lexojnë dhe sot edhe nesër. Ky moment, njëkohësisht, është një rast i njohur vlerash e vërtet të pavdekshme të njeriut, studiuesit, historianit dhe dietarit, për të ndjekur shembullin e tij dhe për të gjetur frymëzimin dhe krijim të ri të ato gurra të arkivave dhe dokumenteve arkivore që inspiruan dhe ushqyen veprin kapitale të historianit, pedagogës, studiuesit, profesor Shukri Rahimi. Lavdi historianit Shukri Rahimi, që nga data 9 mars 2021 u bë edhe ai vetë histori, i çmuar dhe i paharruar. Ju faleminderit. Të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të Institutit për Trashëgimi Shkencore dhe Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, miq, kolegë dhe studiues. Në emër të familjes Rahimi, ju falenderoj nga zemra të gjithë juve që sot jeni mbledhur për të nderuar figurën dhe veprën e profesor doktor Shukri Rahimit.
Falemnderimi veçant i takon edhe Institutit për Trashëgimi Shkencore dhe Kulturore të Shqiptarëve, me në krye drejtorin Besnik Emini, i cili me përkushtim dhe vizion e përfshiu 100 vjetoren e lindjes së profesor Dr. Shukri Rahimit në programin vjetor të institutit. Një falimderim të veçant dua ta shpreh edhe ndaj profesor Dr. Nebi Dervishit. Miqësia e tij me xhaxhain tim dhe kujdesi i vazhdueshëm përbën një shembull të rrallë fisnikrie dhe respekti akademik. Për veprimtarinë e tij arsimore dhe shkencore, më së miri flasin studentët dhe bashkëpunëtorët e tij të shumt. Unë mund të them vetëm se xhaxhai im i përkiste atij brezit të dietarëve që historinë e shihnin jo vetëm si shkencë, por edhe si detyrim moral e kombëtar. Në fund, dua të ndaj me ju edhe një dëshirë të ndjerit, e cila është njëkohësisht edhe dëshirë e familjes tonë, që bibliotekën e tij personale t'ia dhurojmë me zemër Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve. Kjo bibliotekë nuk është thjesht një kolekcion librash, është trashëgimia e tij më e pastërt. Shpresojmë se këto libra do t'jenë frymëzim për studiuesit e ri, për ata që do të kërkojnë të vërtetën e historisë sonë kombëtare, sepse xhaxhai im besonte se historia është kujtesa e një populli, e pa kujtesë ai popull nuk mund të mbijetojë. Për në fund, ju falemnderit që nderuat jo vetëm punën, por edhe idealet, atë dhe dashurinë me të cilën xhaxhai im jetoi dhe punoi. Falemnderit.